أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në serinë e videove në lidhje me lëndën e gramatikës arabe. Kemi trajtuar hyrjen e librit që kemi marrë si referencë dhe sot inshallah do të vazhdojmë me biografinë e autorit. Kjo është tema e dytë që autori ka trajtuar. Tema titullohet në arabisht El Muallifu Nasabuhu wa Usratuhu wa Sifatuhu. Fjalë për fjalë përkthehet autori, origjina e tij, familja e tij dhe cilësitë e tij. Thot: Huwa Abu Hayyan Muhammad ibn Hayyan ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan Athiruddin al-Andalusi al-Granati an-Nahwi. Prejarda, familja dhe cilësitë e tij. Ai është Abu Hayyan Muhammad ibn Hayyan ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan Athiruddin Andaluziani, Granatasi, dietari i gramatikës arabe. Pra Granatasi do të thotë nga krahina e Granatës në Andaluzinë e atëhershme, që i korespondon Spanjës së sotshme. Më pas ولد في العشر الأخير من شوال سنة 454 و600 هجرية بمدينة غرناطة في الأندلس وفيها نشأ وترعرع فنسب إليها. Lindi në 10 ditëshin e fundit të muajit Shawal të vitit 654 Hijri në qytetin Granata të Andaluzisë. Aty u rrit dhe u formua, ndaj edhe ju atribua këtij vendi. Wa yunsabu aydan ila Hayyan mawtin dhawi yantahi nasabuhu ila qabilati Nafza al-Barbariya. Gjithashtu i atribuohet edhe Hayyanit, vendbanimit të familjes së tij, prejardhja e tij përfundon te fisi berber Nafza. Pra, këtu është trajtuar në raport me biografinë e autorit, origjina e tij familjare dhe origjina se ku ai ka lindur dhe ka jetuar. Dhe kjo është diçka e zakonshme në vende të ndryshme të botës si mënyrë trajtimi, sepse mundet që një person ta ketë prejardhjen, për shembull prindrit, gjyshrit, stërgjyshrit nga një vend të caktuar dhe të njihen që janë prej këtij vendi filan fis për shembull. Dhe gjithashtu mundet që ai vetë të mos ketë lindur ose të ketë lindur dhe të ketë jetuar në një vend tjetër dhe rrjedhimisht është i lidhur deri diku me të dyja vendet. Dhe kjo më ngjason pak edhe me origjinën e vetes time, ku familja nga ana e babait janë me origjinë nga Berati, ndonse unë vetë nuk kam jetuar atje, kam lindur në Lushnjë, por se zakonisht kur i prezantohem dikujt, i prezantohem edhe me Lushnjën edhe me Beratin së bashku, për të njëjtën arsye siç është bërë prezantimi i autorit. Pra kjo është diçka e zakonshme edhe në vendin tonë sot. Më pas thot: Wa fi sanati 78 wa 600 hijriya أو 79 و600 غادر بلاد الأندلس وعبر البحر إلى إفريقيا فدخل مدينة فاس وطاف سبتة وبجاية وتونس وتنقل في مدن المغرب وشمال إفريقيا. Në vitin 678 Hijri ose 679 Hijri u largua nga Andaluzia dhe kaloi detin drejt Afrikës. Pra ka përcjellur ngushticën e Gibraltarit, e thënë ndryshe. Hyri në qytetin Fes, vizitoi Ceutën, Bijajen dhe Tunizin dhe udhëtoi nëpër qytetet e Marokut dhe Afrikës Veriore, pra gjithë ato zona që janë në afërsi të Andaluzisë atëhershme ose Spanjës së sotshme në veri të Afrikës.
واتجه أخيرا إلى مصر وكانت الإسكندرية أول ما دخل من مدنها ثم ألقى عصا الترحال في القاهرة واتخذها موطنا. Më pas u drejtua përfundimisht drejt Egjiptit. Aleksandria ishte qyteti I parë ku hyri dhe më pas u vendos përfundimisht në Kairo, duke zgjedhur atë si vendbanim. وفيها توفي في 28 من صفر سنة 45 و700 هجرية في أصح الأقوال ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر. Ai vdiq në datën 28 të muajit Sefer, sipas kalendarit Hanor, të vitit 745 Hijri, sipas mendimit më të saktë, dhe u varros në varrezat e sufive jashtë portës së fitores, pra asaj që quhet Babun Nasr. Kjo nuk duhet kuptuar sikur autori ishte vetë I sektit sufist, autori I përkiste sunizmit, pra ehli sunetit, porse kjo është si një mënyrë identifikimi për vendodhjen e varrezave. Më pas, kanat usratuhu tatakawwanu min zawjihi Zumurruda bint Abrak التي توفيت سنة 36 و700 هجرية وولده حيان الذي مات سنة 64 و700 هجرية وابنته نضارة التي توفيت سنة 30 و700 هجرية. Familja e tij përbëhej nga bashortja e tij Zumurruda, e bija e Brakut, e cila vdiq në vitin 736 Hijri, djali I tij Hayyan, I cili vdiq në vitin 746 Hijri, dhe vajza e tij Nidar, e cila vdiq në vitin 730 Hijri. Pra po flasim për afërsisht 700 vjet para kohës që jemi ne tani. Wa kana li Hayyan waladun ismuhu Muhammad wa kulluhum unu bil hadithi kama dhakara ashabu kutubit tarajim. Hayyan kishte një djalë, pra djali I autorit të librit kishte një djalë, pra ishte nipi I autorit, me emrin Muhammad. Të gjithë ata u morën me studimin e hadithit, siç përmendet nga autorët e librave biografik. Wa kana Abu Hayyan shaykhan tawilan hasan al-lihya malij al-wajh ظاهر اللون. Abu Hayyan ishte dietar I moshuar, shtatlart, me mjekër të bukur, me fytyrë të hijshme dhe ngjyrë të çelur. Mushraban bi humra منورة الشيبة كبير اللحية مسترسل الشعر. Ishte me një nuancë të lehtë skuqje, pra ngjyra e tij lëkurës, me thinja të ndritshme, me mjekër të madhe dhe flokë të gjatë. وكانت عبارته فصيحة بلغة أهل الأندلس لكنه في غير القرآن أن يعقد القاف قريبا من الكاف. Shprehja e tij ishte e qartë dhe elokuente në gjuhën e banorëve të Andaluzisë, pra ka për qëllim që ishte folës I gjuhës letrare të pastër, arabishtes, por jashtë leximit të Kuranit e shqiptonte shkronjën kaf afër shkronjës kef, që janë dy shkronja që ngjajnë me njëra tjetrën, por njëra është më e fortë, tjetra është më e zbutur në shqiptim, dhe normalisht në të folurin e përditshëm mundet që dikush të anojë qoftë me një anim shumë të lehtë nga një dialekt I caktuar. Kjo përshkruhet në lidhje me mënyrën e të folurit të autorit. Ndërkohë duhet të theksojmë që në kohën që po flasim, Andaluzia ishte e gjitha një vend arab, ndonse sot e kësaj dite nuk flitet më arabisht atje, por gjurmë të prezencës së muslimanëve dhe arabëve në Gadishurin Iberik vazhdojnë të jenë prezente akoma sot e kësaj dite, sidomos në aspektin arkitektonik. Më pas, wa urifa بحسن دينه وعقيدته وكان في أول حياته مالكيا ثم مذهبه بالظاهرية وهو في الأندلس ولما جاء إلى مصر تحول إلى مذهب الشافعي. U dallua për fen dhe besimin e tij të mirë, në fillim të jetës së tij ishte maliki,
pra ndiqte medhhebin e Imam Malikut. Pastaj në Andaluzi ndoqi drejtimin Dhahiri, që do thotë medhhebin e Imam Ibn Hazmit, dhe kur erdhi në Egjipt u kthye në medhhebin Shafii, pra medhhebin e Imam Shafiut. Kana rahimahullah afifan nafs tabiyan dha khushu' 'azim at-taqdir lit-talabati al-adhkiya mutawadi'an 'adlan hasan as-sira غزير العلم فاضلا بعيدا عن الفلسفة والاعتزال. Ai, Allahu më shiroft, ishte i dëlirë në shpirt, krenar, me përullësi të thellë, me respekt të madh për nxënësit e zgjuar, i përullur, i drejtë, me sjellje të mirë, me dije të bollshme, i virtytshëm dhe larg filozofisë dhe i'tizalit ose besimeve ose doktrinës mu'tazili. Hayatuhu al-ilmiyya, jeta e tij shkencore. Për këtu tregojnë aspektet që kanë të bëjnë me kërkimin e dijes nga ana e tij. Asha Abu Hayyan 91 sana kanat hafila bid-dars wat-tadris wat-tasnif. Abu Hayyan jetoi 91 vjet, jeta e tij ishte e mbushur me marrje mësim, dhënie mësim dhe shkrim veprash, dhe të gjithë duhet ta lakmojmë një jetë të tillë, mbushur me vepra të mira dhe të madhe në gjatësi. Faqad talaba al-ilma منذ نؤومة أظفاره فأخذ عن علماء مشهورين في الأندلس وإفريقيا ومصر والحجاز كابن الضائع والأبذي وابن الزبير وابن النحاس. Ai kërkoi dije që nga fëmijëria e hershme dhe mori mësim nga dietarë të njohur në Andaluzi, në Afrikën Veriore, Egjipt dhe Hijaz, si Ibn al-Da'i', Ibn al-Abdhi, Ibn Zubair dhe Ibn Nahas. Wa balagha adadu alladhina sami'a minhum nahwa 50 wa 400 shakhs. Wa amma alladhina ajazuhu fa adaduhum kathirun jiddan. Numri i atyre prej së cilëve dëgjoi mësim, pra mori mësim, arriti rreth 450 persona, ndërsa ata që i dhanë ixhaze, domethënë dëshmi ose certifikat vlerësimi, ishin të shumtë. Pra këtu është për qëllim të vijë në dukje që autori, ashtu si dhe bashkosit e tij, ashtu si dhe dietarët e mëhershëm dhe të mëvonshëm, e kanë pasur traditë, zakon dhe ka qenë diçka nëse normale për ta, që të kishin mësues të shumtë dhe referenca të shumta dhe të merrnin dije nga njerëz të shumtë. Dhe kjo bën një kontrast të thellë në raport me ata individ prej muslimanëve, të cilët kanë një keq kuptim se kur duhet që nga fillimi i mësimit të fesë dhe deri në fund të jetës të ndjekësh vetëm një hoxh dhe ta ndjekësh atë verbërisht në çdo gjë, qoftë aty ku bie dakord, qoftë aty ku s'bie dakord, qoftë aty ku një gabim të tij mund ta vënë në dukje dietarët e tjerë të vendit ose dietarë të tjerë bashkohës të tij. Pra nuk ka qenë kjo mënyra se si e zhvillonin marrjen e mësimit studentët e vjetër. Dhe normalisht në hapët e tyre duhet ecim edhe ne. Përkundrazi, çdo kujt i pranohet fjala nëse është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, dhe çdo kujt po ashtu i refuzohet fjala nëse është në mospërputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Më pas, në përgjithësi ruhet mendimi i mirë për personin që ka gabuar, derisa të na bëhet e qartë që ka bërë një gabim me dashje. Dhe kjo do të ishte diçka shumë e rrallë, ndërsa e përgjithshmja është gjithmonë ruajtja e mendimit të mirë, sidomos për njerëzit e fushës së dijes. Këto rregulla ne e kemi të nevojshme t'i theksojmë për arsye se në kohën tonë, për shkaqe të shumta të cilat nuk mund t'i numërojmë dot në këtë moment, janë përhapur disa gabime në aspektin edukativ, në aspektin e sjelljes, midis një pjese të muslimanëve që nuk kanë arritur akoma nivelin fetar të duhur të devotshmërisë dhe të dijes, disa gabime në raport me figurat e dijes, po dhe në raport me gjëra të tjera. Ndërkohë që edukata jonë duhet jetë perfekte. Madje dietarët e vjetër studionin më herët edukatën dhe më pas njohuritë e lëndëve fetare. Më pas thot autori, wastamarra yatalaqqa al-ilma 'anil a'imma fi shatta al-funun hatta ghada nahwiyya 'asri wa lughawiyya wa mufassira wa muhadditha wa muqri'a wa mu'arrikha wa adiba. Ai vazhdoi të marrë dijen nga imamët në fusha të ndryshme të shkencës, derisa u bë
gramatikani i kohës së tij, gjuhëtari i saj, komentuesi i Kuranit, transmetuesi i hadithit, lexuesi i Kuranit, historian dhe letrari i saj. Pra, në këtë mënyrë, duke vepruar sipas këtyre hapave, arrin njeriu nivelin maksimal të përgatitjes së tij në aspektin shkencor. Dhe njëkohësisht kjo gjë i bën dobi në punët e jetës së përditshme atij vetë dhe të tjerëve që marrin mësim prej tij. Ndërsa për sa i përket çështjes së mësipërme në lidhje me certifikatat dhe diplomat ose dëshmitë për njohurinë dhe rezultatet dhe nivelin që ka arritur një person, ato janë diçka e nevojshme që kanë ekzistuar në Islam qoftë në formë gojore ose në formë të shkruar që në brezat e hershëm dhe deri në kohët që ne po flasim, dhe janë diçka e nevojshme për të vërtetuar përpara popullit të gjerë që filani për shembull e zotron filan aftësi, nuk janë diçka absolute, sepse mundet që dikush ta zotrojë diçka dhe mos ta ketë diplomën përkatëse, sepse ndoshta nuk është testuar për shembull për atë lloj fushë, por mundet edhe që dikush të mos e zotrojë diçka dhe ta ketë atë diplomë, qoftë të marrë gabimisht ose qoftë të marrë në mënyrë të padrejtë, edhe këto janë gjëra të mundshme edhe pse në Islam janë shumë të rralla, por se janë të mundshme, mund të ekzistojnë si dukuri. Për këtë arsye themi që diploma në çfarëdo lloj fushë është diçka që nevojitet, por nuk është diçka absolute. Fakti që nevojitet nuk bie ndesh me faktin që dituria kërkohet për hir të Allahut, sepse niyeti është diçka që ka të bëjë me zemrën, kurse diploma është thjesht diçka që është e dukshme. Si me të, si pa të, niyeti duhet të jetë gjithmonë i njëjti, që të arrihet kënaqësia e Allahut. Më pas, wa tawalla tadris at-tafsir fi kubbati Sultan al-Mansur wal-Iqra bi Jami'il Aqmar. Ai mori përsipër mësimdhënien e tefsirit në kupolën e Sultan Mansurit dhe drejtimin e leximit të Kuranit në Xhamin al-Aqmar. Wa akhadha anhu akabiru asrihi wa sara talamidhatuhu a'imma wa ashyakhan fi hayati كابن مكتوم والمرادي والسمين الحلبي وابن هشام وناظر الجيش وابن عقيل. Prej tij morën mësim personalitetet më të mëdha të kohës së tij dhe nxënësit e tij u bën imamllar dhe dietar të shquar që në kohën kur ai ishte ende gjallë, si për shembull Ibn Maktum, Muradi, Samin al-Halabi, Ibn Hisham, Nadhir al-Jaysh dhe Ibn Aqil. وخلف تراثا ضخما في النحو والتصريف واللغة والتفسير والحديث والفقه والقراءات والتاريخ والتراجم النقد والبلاغة والشعر. Ai la pas një trashëgimi të madhe në gramatik, morfologji, gjuhë, tefsir, hadith, fiqh, leximet kuranore, histori, biografi, kritik, retorik dhe poezi. Dhe përmenden titujt e librave më të njohur të autorit. El Bahri al-Muhit fi tafsir al-Quran al-Azim, që përkthehet deti i përfshirës në tefsirin ose shpjegimin e Kuranit fisnik. Wa at-Tadlil wa at-Takmil fi sharh kitab at-Tashil, që është libri të cilin ne po e trajtojmë në lëndën e gramatikës arabe. Wa irtishaf ad-darb min lisan al-Arab, i cili trajton fushën e fjalorit, pra që ka të bëjë me fjalët e një gjuhe dhe jo me gramatikën e saj, ndërkohë ne kemi thënë që çdo gjuhë e botës përbahet nga dy gjëra kryesore, nga gramatika dhe nga fjalori. Këto kombinohen me njëra tjetrën dhe formojnë çdo gjë që përfshin gjuha. Wa manhaj as-salik fil kalam ala alfiyati Ibn Malik, e cila është komentim i një poezie që ka shkruar Imam Malik ibn Anas në lëndën e gjuhës, gramatikës arabe, është quajtur elfije sepse është e përbërë nga afërsisht 1000 vargje, pra me rrumbullakim bëhen 1000, dhe fjala elf në arabisht do të thotë 1000, dhe kjo trajton rregullat gramatikore dhe këtë lloj poezie ose këtë lloj libri e kanë marrë dhe kanë shpjeguar dietarët e gjuhës në përbreza dhe vazhdojnë sot e kësaj dite që ta shpjegojnë. Një nga këto komente ka bërë dhe autori që ne po trajtojmë. Wa tadhkira, që do thotë përkujtimi. Këto janë librat më të njohur të këtij autori, do të dëshironim që t'i trajtonim të gjitha sipas mundësive. Megjithatë, për momentin jemi të përqendruar te lënda e gramatikës.
I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. أسمو وأجد